Përshëndetje, mirë se erdhët në mësimin e sotëm. Sot do të mësojmë se si t'i themi përemrat vetor në gjuhën angleze. Përemrat vetor në gjuhën angleze janë 8 dhe kemi unë, që shqiptohet I dhe shkruhet me I të madhe. Gjithmonë përemrin vetor unë ne do ta shkruajmë me shkronjë të madhe, kudo qoftë që ndodhet ai në fjali. Pra, si në fillim, si në fund, si në mes të fjalisë, ajo gjithmonë të shkruhet me një I të madhe. Kemi you, që është ti, pra për veten e dytë numër 1-s. Kemi he, që është ai, dhe e përdorim për gjininë mashkullore për njerëzit. Kemi she, që është ajo, që gjithashtu përdoret për gjininë femërore për njerëzit. Kemi it, që është ai, ajo, por neve këtë e përdorim për sende edhe kafsh. Kemi we, ne, you, pra në këtë rast you është veta e dytë numri shumës, pra në qoftë se këtu në fillim është për ti, pra për veten e dytë numri 1-s, you këtu është veta e dytë numri shumës, dhe më pas kemi they, që është ata, ato, dhe përdoret si për njerëzit dhe si për sendet. Më pas kemi, pra si që specifikova dhe më përpara, që he dhe she përdoret për njerëzit. Pra, she drinks coffee every morning. Ajo pi kafe çdo mëngjes. Pra, she është për gjininë femërore për njerëzit. He always gets up at 7 o'clock. Pra, ai gjithmonë ngrihet në orën 7. Në këtë rast kemi të bëjmë për gjininë mashkullore, po pra për njerëzit. Kemi pastaj për sa i përket it, e cila është për gjininë femërore dhe mashkullore, po për sendet e kafsh, pra për të dyja gjinit, por për sendet e kafsh, kemi për shembull my house is big. It has 5 rooms. Pra me këtë it ne kemi zvendësuar fjalën house, pra shtëpi. Pra it në këtë rast zvendëson emrin shtëpi. My cat is 1 year old. It has a long nail. Pra, në këtë rast themi macja ime është 1 vjeç. Ajo ka kafsh, më falni, ajo ka bish të gjatë. Pra, my cat is 1 year old. Kjo it këtu zvendëson emrin mace. Në qoftë se neve e dim gjininë e kafshës, pra në qoftë se është gjinia mashkullore, ne përdorim he, dhe në qoftë se është gjinia femërore, ne përdorim she. Kemi gjithashtu pjesën pra për emrin vetor it is, që shkurt është its, neve e përdorim për të treguar kohën, distancën ose orën. Për shembull, kemi it is 7 o'clock. Pra, në këtë rast ne tregojmë orën. Për të treguar orën, ne vendosim përpara it is. It is sunny. Pra, është me diell, pra koha është me diell. Në këtë rast tregojmë kohën, dhe për të treguar kohën, në fillim vendosim it is. It is 50 miles away. Pra, është 50 milje tutje, pra larg. Në këtë rast kemi treguar distancën, dhe për treguar distancën ne të përdorim it is. Gjithashtu, neve it is e përdorim për të identifikuar një person, që do thot, në qoftë se pra në qoftë se themi kush është ai, ne themi it is David. Okay? Nëse neve do themi he is David, në këtë rast neve nuk e kemi identifikuar, por ne e kemi prezantuar këtë person për herë të parë. Okay? Pra, kur neve personin e njohim, themi dhe duam ta identifikojmë, themi it is David. Por në qoftë se personin nuk e njohim dhe duam ta prezantojmë, themi he is David. Okay, kaq ishte se për sa i përket përemrave vetor të unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato. Ridëgjohemi në videot e ardhshme.